Mirë se erdhët në e-klasa, së bashku me mua mësoj së një radhje, takohemi me lëndën e arsimit muzikor, njësia mësimori dëgjim i muzikës pranvera nga Vivaldi. Ashtu si çdo njësi dhe kjo njësi ka qëllimet e veta. Qëllimet qëndrojnë në atë, zhvillimin e ndjenjës për dëgjem të muzikës klasike, njohje me muzikën klasike si pjesë e këndshme dhe relaksuese për moshën e fëmijëve të klasës së parë, zhvillimin e shkaktësive për dallim të disa instrumenteve muzikore, përjetim i së bukurës dhe njohje me përmbajtjen e saj. Nxënës të dashur, sot do të mësojmë për Vivaldin, një kompozitor i njohur, të cilën më vonë në klasat më të larta do të njoftoheni më së afërmi. Gjithmonë rreth nesh dëgjojmë tinguj të ndryshëm dhe themi si të dëgjuarit e muzikës është pjesa e cila zgjon ndjenja dhe emocionet tona. Vivaldi nxënës është një kompozitor shumë i njohur në historinë e muzikës, ku sot ne do të dëgjojmë së bashku kompozimin e tij pranvera. Mirë po, fëmijë të dashur, për shkaqe të kufizimeve teknike nga ana e autorëve, unë ju ftoj që ju së bashku me prindërit e juaj do të dëgjoni pjesën pranvera nga shtëpitë e juaja. Besoj se i keni të qartë. Pas dëgjimit, ju do të shihni se pranvera ishte pjesa që dëgjuam së bashku, kuptuam se autori përshkrua ndjenjat e tija për pranverën, si stinën më të bukur të vitit, ku shpreh fuqinë e plotë të pranverës me bukuritë e tingujve që sapo i keni dëgjuar. Gjithashtu, aty shprehet e natyra është me plot me diell e ngrohtësi, e cila na paraqitet në pjesën e parë. Pastaj vijnë lulet, janë pjesa ku ai shpreh tingujt më të bukur dhe që së bashku i dëgjuam. Lulet janë pjesë e natyrës së bukur. Zogjet na përshëndesin me këngë të lumtur në livadin e këndshëm dhe të butë. Pra, arritëm dhe në përfundim. Unë besoj dhe shpresoj se ju do të dëgjoni kompozimin pranvera dhe do të mbeteni të kënaqur. Mirupafshim, vogëlushat e mi.